tash kjo mund të metet më po kur të luhet ndeshja në Beograd. Nëse atje metet Boras, atëherë kjo është e 100% që marrë vesh. Ashtu me konë edhe me vendos Anglia edhe kushtet e letërinja se kush ka me shku më kvalifiku. Po nëse rezultatit do tjetë ndryshën në Beograd, atëherë po ndaj nga i barabart, atëherë sigurisht që nuk jenë marrë vesh, nuk ka pas marrë vesh, por gjithsesi Kombëtarja e Shqipërisë dhe shteti shqiptar i mbron interesat e veta. Nuk ka met që kosovarët me shku atje e mi u kallëzu atyne që ka patriotizmi. Po, e kuptueshme. Okej, cila ishte përgjegjësia jote për Nasim Haradinajn? Po, se Nasimi, ta në kohën, po më dojnë e kom folë për Nasimin, e kom marrë si personazh, me qenë se është ma eksponume, po është fjale për të gjitha ata të cilët e qesin flamurin e Kosovës, në flamurin e UÇK-s, ku e ka venin e ku se ka venin. Prandaj nuk duhet me qitë flamurin ku se ka venin, edhe duhet me, kur të qitësh, duhet me mbrojt me jetë. Duhet me mbrojt me jetë, jo me po hajgore me to. E ka mbrojt këtu është edhe zoti Sherifi që e ka bu një gjë tillë. Jo me gjallët, hajgore edhe me të vdekurit. Prandaj kur të kryet lufta, flamuri luftës vendoset muze, që me meti shajt, me smemujt kush, me lujt me to, me po hajgore me to, e jo polici i thjesht atje me urdhër natyrisht nga nalt me ardhe me shku me ta qky flamurin para publikut, para 6 milionë shqiptarëve. Kjo është unë besoj që zoti Sherifi ka diçka për të shtuar. Që ka ndodhur. Se përket kësaj që tha për me mbrojt në stadium, është dosh me mbrojt. Flamuri i UÇK-s e ka vendin ku do në trojet shqiptare. Pra, unë e thash edhe ma herët, i thash zotit Spahiu se është bon sakrificet gjithë shqiptarëve për me orë deri te liria Kosovës, se ti e harrove që krejt armatimin e municionin do thot ne ka dhuru shteti shqiptar edhe ne ka mundësu... Se ka dhuru, ka shqip me para, po ne se s'fonë të tjerë. Një pjesë të madhe që i kemi marrë, se unë vetë kom qenë pjesë e organizimit për parë. Po që i ke blim me para, edhe i kemi marrë... Ka dhe pagu tjetër kush. Si do qoftë, ne i kemi siguru prej shtetit shqiptar, jo prej shtetëve tjera. Edhe për Sërbisni ka bleja armatim. Bilem edhe armatim matë mirë ka bleje për Sërbisë sa për Shqipënisë. Edhe për i veneve tjera ka bleje. Luftë është ajo, ku do është me bleje armatim për i tana onëve, edhe këtë është në regullë. Shteti shqiptar ka qenë imobilizum me u kujdes për refugjat, me ndihmu luftën e UÇK-s. Në gjitha format ka qenë imobilizum. Kush nuk po jam ohon... Po tash nuk do me thonë që të ka nimu Shqipnia, ti me shku me ja imponua, atje simbolet e tua, me ja imponu Shqipnisë. Por mon njëjtë është si në Kosovë, si në Shqipëri, unë jam shqiptar. Unë? Unë jam shqiptar dhe unë e kom derë gjak për bashkimin e trojet shqiptare. Se unë kom plagë. Edhe shumë bashkëluftarë të mitë dëshmor kanë ra me ëndrën për një bashkim kombëtar. Po, ani për cilën bashkim kombëtar, për bashkim me qatë shtetë që ta përdhos flamurin e UÇK-s, me qato. Me qatë shtetë këtë është, me cilën shtetë këtë është me bashku. Po me Shqipërinë se me qato shtetë? Po me Shqipërinë. Po qaj shtetë, po thëtë, ik për i këtujtë se së shkë se ki venin këtu. Ik e ki shtetin ta. Gabim. Jo gabim jo, po aje, nuk jem shkone me hjek flamurin në UÇK-s për stadionit, e ka hjek policia shtetit shqiptar e ka hjek. Ti vetë ke thonë në emision, në një debat se flamuri i Kosovës duhet me u vendosë në Beograd. Po, në ambasadë. Po jo në stadion për lunë Kosova me Zërbin, kur lujnë atërë, me ushenë vetëm në muze me u vendosë. Shiko, kur të vendoset flamuri, aty nuk guzon mu hjek mo. Ata tifoz me mira tifoz që kanë qenë pranishëm. Ata e kanë sjell atë flamur atje. Ata kanë broherit për UÇK-n. Mira tifoz. Në për gjitha rrugët e Tiranës. Ata kanë mujt me broherit edhe për NATO-n. Po mdoj edhe për... Gabim e kanë po si Mastri. Problemi është që... Si Mastri gabim ka qenë edhe që kanë broherit, edhe që kanë qenë prezent në stadion. Ti, apo ka shku me përkra kontore në Shqipëris,
apo me zhvillu agenda politike të Kosovës. Po pse UÇK është e Kosovës. Ne Serbinë kemi shtetar mik. Kur s'muj me bon mik. Ai na ka vro, e na ka pre, na ka gri. Po mirë, as kërkim foljes. Nuk e tema. As ka kërku folje për ato krime që i ka bon. E qysh dojnë me prit në ato. Tash dojnë me shku, dojnë me fshej për i ty. Desha u lujt në Tiranë. Përgjes ka qenë shteti shqiptar për deshen. Ata vendosin për rregulla. Tash na s'kem drejt me shku atje. Qysh dojnë me zhvillu, çfarë kongësh më punu atje, çka dojnë me e cilë unë dëgjova që prisat si kalon me himra